nderim të madh të gjitha atyre qytetarëve, djemve, vajzave, burrave dhe grave të moshuar që nga Tirana dhe mbar Shqipëria protestuan në mënyrën më të vendosur kundër rilindjes kalpsir, kundër organizacë kriminale të Edi Ramës. Proteste e tyre nuk kishte lidhje me ndërtesat, as dhe institucionet kushtetuese. Protesta, revolta, zemrimi i qytetarëve shqiptar dje dhe që zgjen sot në të katër anë të vendit dhe në diaspor, ka lidhje vetëm me Ramaduron. Vjedhjet e tij qindra milionëshe miliarda euro, lidhjet e tij me krimin e organizuar, kartel të drogës, lidhet me Lubi Ballukun, lindat e Ramës, ajo e Akshit dhe Surrelit, Ergjys Agasin dhe qeveritarët e tjerë hajdut. Dje, regjimi u trondit nga themelet. Dje, qytetar triumfur në rrugë dhe sheshet e Tiranës. U bën zëri ndërgjegjës së njerëzve të ndershëm, të cilët nuk pajtohen kurrë me një qeveri me lidhje të tmerrshme me drogën dhe krimin. Nuk pajtohen kurrë me një qeveri që nuk del nga vullneti i tyre, por nga farsa elektorale. Nuk pajtohen kurrë me një qeveri që vjedh gjerë në 90% të taksave të tyre dhe çmendurisht të gjitha dhe pasurisë publike. Djata ishin pra vetë ndërgjegjja e kombit në betejë. Ata u përcollën mesazh çdo shqiptari se nuk po luftojmë për veten tonë, se nuk po luftojmë për Sali Berishën, se nuk po luftojmë për Partinë Demokratike, as dhe parti të tjera, se po luftojmë për ndërgjegjen e njeriut, për dinjitetin njerëzor, për interesin kombëtar. Po luftojmë dhe për ju që po na ndiqni në televizione, po luftojmë dhe për ju që mund mos u pëlqej protesta. Në fakt, po luftojmë dhe do luftojmë për çdo shqiptar. Kjo është veçantia e kësaj proteste. Kjo është protesta e ndërgjegjjes. Dhe nuk ka asgjë më të fuqishme. Nuk ka asgjë më të pathyeshme. Nuk ka asgjë më të pamposhtur se sa ajo që buron nga ndërgjegjja e njeriut.